Dashuria të çon në çdo cep e skaj të botës dhe personazhin ton e ka sjell nga Toskana në Fier. Ajo tashmë është një italiane e shqiptarizuar. Kam kënaqësinë të bisedoj sot me Nikla Puçi. Nikla, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë nderuar. Faleminderit shumë. Nikla është shumë e njohur në rrjetet sociale, por sot ne do të bëjmë një bisedë për të njohur më gjatë me ty, me një italiane nga Firenze, që vendos të jetoj këtu në vendin tonë në Shqipëri. Cila është hera e parë që ti erdhe në Shqipëri përpara se të zbulojmë atë historinë e dashurisë që të mban në vendin tonë? Patjetër. Hera e parë fare që kam ardhur ishte në 2025. Erdha për kohë në vitin e ri. 2005 kam përshtypjen se... 2005, ere parë që erdhe, 2005, edhe ka qenë për kohën e vitin e ri, që si po ju thosha, edhe sinqerisht, kam pasur përshtypje shumë të madhe dhe shumë e bukur për njerëzit, për vendi e mbaja mend që kisha shumë ftohtë. Ashtu, Po, sepse unë... Sepse në Firenze nuk bën aq ftohtë në Firenze. Problemi është që ne jemi mësuar me ngrojnë në shtëpisë në çdo lloj dhoma, edhe kur erdha, sidomos domethënë shtëpi fshati, salloni ishte shumë ngrohtë, ishte kënaqësia, po pastaj kur dilje në korridor apo në dhomat e tjera. Pra, këtë i kujton si episod ardhjes së parë në Shqipëri. Kjo është ajo që të bëri përshtypje në Shqipëri. Po, nga hera jote e parë. Ti erdhe me Mikesha? Unë erdha me burri, Bakshorti, që është tani jemi bashkë që 23 vite. Shumë kohë. Jemi njohur shumë shpejt. Edhe, dhe më thënë, në base që jemi njohur avash, normale. Ju njohët në Itali? Në Itali jemi njohur. Okej, a i ishte emigrant aty? Po, si shumica. Ka ardhur shumë shpejt, kishte 16 vjeç. Por, kur jemi njohur, a i kishte 20, edhe kisha unë 16 vjeç. E qartë. Isha shumë e vogël. Kështu që, dhe më thënë, u frekuentuam me qëtësi, dhe më thënë, si duhet. Po, pangut të rinj ishë kjo? Po, avash filloven kam njohur më përpara motrat edhe vllai që kishte në Itali, në Firenze. Pastaj, kur erdhi momenti, erdha këtu në Shqipëri për të njohur të gjitha familja. Pjesën tjetër të familjes. Edhe kjo ka qenë një përshtypje shumë e bukur që kam edhe që e mbaj mend. E para që nuk ishim ngrohje qendrore, nuk ishte ndonjë përshtypje dhe aq e mirë. Jo, patjetër. Tani më përshtypje të mirë. Kjo tjetër që, domethënë, është një kujtim që e mbaj me kënaqësi në zemër, ka qenë mirëpritje. Nuk kam pasur një mirëpritje kaq, nuk e di, e dashur, të ngrohtë, me qeshin gjithë, nuk e di... Pra, ngrohje qendrore ne nuk ishim, por ishim vetë shumë të ngrohtë edhe të dashur. Kjo ishte. Fiks fare. Problemi që në moment që shkojnë në dhomë, për të vidur qumë, ishe vetëm edhe grocia ikte. Jo, si me shaka, por... Por kjo nuk ishte një arsye që do të mbante larg Shqipërisë. Po. Kur e vendosët ju që do të jetonit këtu? Në fakt e kam mbushur mendja Bakshorti, sepse nuk diskutoj që Itali është për shumë njerëzit, është ëndër, është një qytete, dhe më thënë, të gjitha është e bukur, nuk diskutojmë, këtë gjë është e qartë. Është e bukur, ka ekonomi, ka pasur ekonomi, se tani ka ndryshuar pak kohë, por çdo njeri ka mënyrën e tij për të jetuar. Në atë moment kur vendosim ne që të provojmë të jetojmë këtu në Shqipëri, kishim një jetë shumë të stresuar. Në Itali? Në Itali. Pra, 10-11 vite më përpara? Po. Sepse
gjë e parë nga puna. Punoni shumë edhe nuk e kishim jetë në fakt. Edhe ishin shumë të rinë, unë thash nuk vazhdoj dot me kështu, domethënë të takojmë vetëm një orë në ditë. Sikur kur kisha ardhur këtu në Shqipëri, okej, se pushimet janë të ndryshe nga jeta, patjetër. Por thash, provojmë. Pse jo? Unë po shikoja që këtu sado ju jeni me qetë, s'po diskutoj që edhe këtu ka stres, edhe këtu ka probleme. Aman, jeni shumë qifli. Përkeu kjo gjë? Jeni gjithmonë me busqeshje, e kaloni problem me, dhe me thënë, me busqeshje, oke, në regull. Ka një problem, po do e regullojmë, do zgjidhim. Pim një kafe një herë, pastaj do regullojmë. Në këndvështrim, kete drejtë se ne edhe kur rritet nafta, për shembull, rritet çmimi naftës. Ne kafe pim prapë. Patjetër. E shikon? Patjetër. Jo, për të gjithë probleme, për mendimin tim, mbase keni si trashëgimi, nga që keni kaluar momente shumë të vështira, në kalimin e kur ka qenë Xhaxhenveri. Diktatura. Edhe, do më thënë, ju ka ngelur, jo tradita, po me gjenerata, do më thënë, jeni... Kjo mënyrë, pra kjo mendësi, e cila ty të përshtat, të pëlqeu. Po, unë këtu kam gjetur shumë reaci. Bile, do më thënë, nuk e prisja dot, sepse italiane, do më thënë, okej, në regull, po në një vend të huaj, jo që të me kishin bulizuar, por e ke parasysh, jo, absolutisht, me kanë hapur të gjithë krahet, gjithmonë me kanë ndihmuar për çdo lloj gjë, pavarësisht që flisja shqipen, edhe kotë mësova, se këtu, po të gjithë flasin italisht. Ashtu, a? Po, tani është më shumë anglisht, dhe më thënë të rinë. Po ti doje të mësoje Shqip? Jo, unë e kisha, dhe më thënë, unë... Burri ta mësoje Shqipen? Jo. Jo, në kuptim, unë mësova nga ai edhe duke dëgjuar familjen e tij. Kemi ndetur gati një muaj për pushimet në Amerikë të Xhaxhai. Edhe kur vajta aty, anglishtja ime ishte kot. Do me thënë, se ata flisin me slang amerikan. Që është një gjuhë komplet të ndryshe. Edhe shqipja s'dija, thash unë, qa do bëj unë aty? Vendosë të mësosh shqip. Edhe unë nisa nga Italia me një fletor, me alfabeto, si quhet. Po, alfabet. Okej, alfabet italo-shqiptar. Edhe që aty e fasha vash. Me fjallor, paske iko me fjallor. Po, ishe pregatitur, po. Me fjallor edhe akshtu nise që të mësosh. Që aty pastaj e vash. U zhvillua, po edhe fakti që jeton këtu, praktikisht, të ndihmon jashtëzakonisht të dëgjosh teksa flasin. Që kur jemi këtu... Po duke që ke patur dëshirën për ta mësuar. Po, patjetër. Bën shumë përshtypje për mënyrën se si të rreq vëmendje në rrjetet sociale dhe se si e promovon punën tënde. Ke arritur të kesh një numër shumë të madh ndjekësish. Unë do doja tani të shohim bashkë një përmbledhje të disa videove të tua. Dakor? Po. Okej. Jam Nikla, jam italiane ose me sakt nga Firenze. Kam disa vite që jetoj këtu në Shqipëri edhe kam vendosur të sjell këtu tradita e tokës time. Po qa thua shpetova, ja, ashtu? Shu ka lezet. Ja, një sekund, okej. Po qa po bërë në plazhje, qa po bërë? Ore, kam baruar salcën e qepës, është në fund, se? Po s'kama të gjithë salcë qepës. është një nga preferuar e klientëve? Me kërkove qepën. Po qepën jo të bësh plazh. Ore, mu jam keq fare ditë për ditë duke qeruar qepën me në tonë syri, me frynë kash, si kush e ditë qa ka me qa ka ndodhur. Ja, zidhje! Perfekt! As nuk në tonë syri, edhe hoda është në rregull? Po lere plazhin e notin, hajde se kemi njerëz andej. Mirë, mora vesh. Po, me thoni edhe ju në komente në që se keni provuar këtë metodë. Për mu funksionon shumë.
Nikla, po të bërë në filmat e shkurtër. Po, kështu janë videot, do më thënë, kaq kohë e ke, po sinqerisht... Po të pëlqen aktrimi, çfarë pune bëje ti në Itali? Për çfarë ke studiuar? Unë kam bërë lloj pune, sepse kam pasur një situata familjare jo e thjeshtë. Po me kënaqësi, do më thënë, kam filluar të punoja 14 vjeç, që kam vazhduar puna shumë të ndryshe, nga shitje në dyqan rroba sportive, kam qenë babysitter. Në njëjti kohë, për një kohë në vogël, kam bërë vullnetar për njerëzit që kishin nevojë, spital, në shtëpi, të ndryshe, por ishte papagim normale, papagesën. Studimi e kam mbaruar për llogaritare, po, por shumë pak e kam praktikuar se kur je adoleshente, për mendimin tim është e vështirë të dish çfarë do bësh në jetë pastaj, edhe unë pa llogaritë, llogaria nuk ke di ta bëj. Ashtu, ë? Shuqem. E kam lënë shumë shpejt. Puna si ekonomiste nuk ishte për ty. Jo, absolutisht. Jo, matematika është armika ime. Por, dhe më thënë, kam provuar edhe atë punë. Dakor. Ska që më për ty e kuptove që nuk ishte gjëja jote? Jo. Kam punuar edhe normalisht në furbuke, se, dhe më thënë, si e keni marrë vesh besoj nga videoa, gjyshim ka pasur një restorante në Firenze. Dhe me thënë, ne kemi pasur gjithmonë brenda familje, edhe nga ana e mamit, edhe nga ana e babit, pasion për pjesën e kuzhinës. Dhe veçanërisht për brumin, ato brumra që si gatuaj në zonën tuaj. Duket. Cili ishte reagimi? Se tashi të gatuash, pastaj normal që edhe do hash. Po, kur është e shishme, patjetër që do hash, tani do të të bëj disa pyetje. Patjetër. Për mënyrën se si ushqehen shqiptarët dhe çfarë të bën përshtypje ty, për shembull, se si i gatuajmë ne makaronat. Okej. Po, ju keni mësuar, do me thënë, keni mësuar shumë mirë, jo si Amerikanë që o zoti ma, kur e shikon ca recetën që krijojnë, më vërtet të bie për të qarë. Dhe ju italianët qani vërtet nëse i shihni se si gatuajnë Amerikanët makaronat. Kam parë video të tilla. Po të shi, ka diçka që nuk pranoj dot. Si për shembull? Si italian që jam. Si për shembull? Kam parë që nuk e di, futen brenda lloj djathra, pastaj lloj ercat, bashkë me avokado, me ananas. Dakor, po ne shqiptarët? Jo, ju e keni marrë... Nuk i zjejmë pak më tepër se sa duhet? Jo, në fakt e keni reguluar këtë gjë. E kemi reguluar këtë gjë? Po, sepse unë frekuentoj, kam vajtur në për restorante, që kuzhinjerë janë shqiptarë normale, edhe e keni ndruar këtë... Po pizzat, si bëjmë pizzat? Shqiptarët se ti qanë, duket, të thamë atë. Faleminderit. Jo, mirë, nuk është keq. Një gjë që e kemi reguluar, që e bënim disi. Sinqerisht, dhe më thëmë, më përpara, mbase ishte më pak kryesorja selësia e produkteve, që sa, jo, me kanimin e vite, për që e kam provuar unë, keni mësuar shumë mirë. Ne na duket se bëjmë si italianët, po në të vërtet i thua, po që italianë kështu në këtë mënyrë. Jo. Kafen se pimë si italianët, kjo është e sigurt. Po, vetëm në Vlorë me ka ndodhur një skeq, një gjë që ishte për të qeshur. Me pak fjalë, kisha porositur një kafë të shkurtër, edhe kamerieri me sjell me një filxhan çaj, kafe, goxhela. E unë e pyeta, më fal, por të kisha kërkuar të shkurtër. Po ti piqa të duash, më vajza tha, tjetër lera të në filxhan. Okej, në rregull.
Llogarit ndoshta nuk kishin gjëja jote, por aktrimi duket se është gjëja jote. Dhe këtë natyrshmërinë tënde njerëzit e kanë pëlqyer shumë në rrjetet sociale. Kush t'i bën ato videot? Kush t'i tash video? xhiron videot? Po, janë një çifte. Ai djali që pam aty është bashkëshorti. Po, është bashkëshorti. Jo, në video që bëjmë janë një çift italiane në fakt, që rastësisht e kam njohur, domethënë duke parë video natyre, edhe janë mjeshtër. Nuk e di, unë kështu jam. Edhe në jetë, edhe në çdo ditë, domethënë mbase sepse pra nga këte probleme familjare që kam pasur, jam rritur në kuptim që do jem gjithmonë me buzëqeshje, se jeta një është. Kështu që varet edhe si reagon për një probleme ose për një... Nuk e di, çdo njeri reagon në një mënyrë të caktuar, në situata të caktuara. Ti ke zgjedhur kështu, përmes buzëqeshjes, për veten tënde, por edhe të bësh të tjerë të buzëqeshin, që të shohin në rrjetet sociale dhe komentet përgjithsisht i ke patur shumë të mira edhe i ke patur shumë mbështetëse. Më solle disa herë në vëmendje faktin që ke patur disa probleme familjare të tuat. Çfarë do bëjmë? Domethënë nuk kisha faj unë, se kam qenë e vogël, kështu që prindet e mi më kanë bërë që ishin shumë e vogël për vete, por nuk isha mirë pritur nga prindrit e tu, të cilët ishin shumë të rinj. Po. Domethënë, kush të ka rritur? Babin tim donte një mashkull, një femër, edhe që këte muhabeti nuk është që më rrinë të largë, por aman, domethënë nuk kam pasur një marrëdhënie, një marrëveshje që e vogël me babi. Prandaj isha shumë ngjitur me gjyshi që ka pasur restorant, gjithashtu me xhaxhai, se përfatkeqësisht mami është fëmijë vetme. Por domethënë e kam plotësuar këtë mungesë me pjesën tjetër në familjes, po sado domethënë kur të mungon dashuria e një prindve, sidomos në moment që e ke në shtëpi, edhe domethënë e ndjen ti në faj, se je fëmijë, kupton? E thot pse nuk më do, nuk më afrohet, nuk domethënë s'kam pasur një raport, Po babai ka qëndruar aty në shtëpi, në familje me ju? Po, me ne ka jetuar që deri kur kisha 15 vjeç, afërsisht, që u divorcuan tamam. Dhe ishte ai që ta ka treguar historinë? Apo ti e kishe kuptuar ndërkohë gjatë? Jo, unë tash kur isha kaq e vogël nuk e mbaj mend, por e mbaj mend shumë gjëra, domethënë se sado e mbaj mend, edhe në zemër cikatrice janë, sepse deri një farë momente e jepja faj vetës, se domethënë një e vogël nuk e kupton pse çfarë po ndodh. Një familje që dukej që marrëdhënia e mamit dhe babit nuk ishte një... Jo, nuk ka qenë situata e keqe në shtëpi, domethënë thjesht jetoni si shok. Nuk ka qenë asnjë episode të keqe në shtëpi, as të bërtitur, jo, sinqerisht. Ishte edhe fakti që ai ishte shumë jashtë nga shtëpia për shkakët në punës, se ishte ka qenë kamionist, ka bërë shumë punë të ndryshe. Edhe, domethënë, unë kam jetuar më shumë me mamin, me gjyshen, me gjyshi... Me familjen, me prindrit e mamit. Po, me nena, se fatkësisht... Gjyshi ndroi jetën kur kisha 6 muaj, edhe unë e njohej vetëm në foto. Po, domethënë, gjithsesi, nga këte fëmëri edhe adolescent, po thoj se
problematike që kam pasur, Jo të zakonshme. kam bërë shumë fuqi vetes. Po tani ke vendosur një marrëdhënie me babain tënd? Fatkësisht, babi im ka ndruar jetën ca vite përpara. Arritët ju të flisnit përpara se... Kemi përpiqur, dhe më thënë, kam provuar të afroja, edhe ka që merita bashkëshortim, sepse ju, edhe këte gjë me ka bërë shumë përshtypje, që erën e parë që edhe në Shqipëri, a shumë ishin lidhur. Dhe më thënë, kur vajta unë, ishte me shumë, kone edhe vetineris, okej, por ishin me shumë se 35 veta në një salon. Ka qenë familja e madhe, po. Edhe unë nuk isha mësuar se... Po do takonin dhe nusën e re, dhe nusën italiane nga Firenze. Mirë, se në ato kohë nuk e din si do kishe përfunduar mohabeti, por më thënë nuk të ashtë... Po erdi nusëja në shtëpi, ashtu është mohabeti këtë të ne. Edhe më bëri shumë përshtypje, thashë shiko si janë lidhur, dhe më thënë kushurirë me kushurirat, përqafojnë, kërcejnë, si kur ishin të gjithë motret e vlezër, thashë, sa që e bukur, sinqerisht nuk e kisha përjetuar këtë gjë në shtëpinë tënde, në familjen tënde. Edhe gjithashtu, dhe më thënë, Tani, që është burim, nuk e kupton të thoshte si ka mundësi që baba jot nuk të afrohet, nuk të kërkon, nuk... Më thasha, që ti themun? Mund të jetë karakter, mund të jetë... Pra ti e përpjekur që të lidhesh me të, por aji nuk ka qenë, për një farko jemi afruar, po pastaj do më thënë, kur ka pasur një epizod për një zgjidhje familjare, aji më ka këthyër komplet kurizi, edhe thashë, okej, me u pafshim, që dhe baj? Si ke marrëdhëniet me Vjerën Fjerake? Mirë, shqyqyrë zoti, mirë. Për qëfar digjojmë në përbot? Nuk e dim, vase kam qenë e re unë, edhe ajo ka qenë e kam e re shqyqyrë. Nuk e di, jemi afruar me njëherë, nga pak duke folur, sepse ajo fliste shumë pak italisht, por me përgjigjet, në Shqip, ndërkohë unë flisja italisht. Edhe ja, komunikuat, tani flet Shqipti, tani është e lekë fare. Jo, kam raport shumë mirë, shumë të mirë, sinqerisht, kanë kaluar shumë vite, kemi kaluar shumë... Normale se në të gjithë familje dhe më thënë mund të ketë, jo debata, por mendim të ndryshe. A tjetër, kjo është gjë më normale. Unë, po të them, nga problemi familjare që kam pasur, duhet të zgjidh një probleme. Nuk duhet që të mbaj se prishet raportin në qofë se dhe do që ta zgjidhësh aty, pra ty ta komunikosh edhe ta flasësh. Komunikimi është gjëja kryesore. Prandaj, jemi bashkë edhe me Tani që 23 vite, dhe më gjithë më thonë, qa është sekreti. Për mua... Komunikimi, ky është sekreti. Edhe dashuria, edhe komunikimi. Dhe kjo buzëqeshja që ke zgjedhur gjithmonë për të përballuar çdo situatë tënde dhe për të sjellë sadopak buzëqeshje edhe për ata që të ndjekin dhe të deshën shumë në rrjetet sociale. Shpresoj. Kështu është fakt. Faleminderit shumë Nikla, ishte shumë kënaqësi kjo bisedë. Ky rrëfim shumë i sinqert. Faleminderit, gjithashtu. Unë jam, ju thash edhe në fillim, jam ndruar që me keni ftuar. Faleminderit shumë, edhe të mirëpresim sërish. Jemi në fund të takimit për sot, miq të dashur, uroj të keni një mbrëmje të mrekullueshme. Mirupafshim. Faleminderit.